A kushton shumë rutina për të mbajtur një qen, pra ushqimi, vaksinimi dhe tjera me radhë? Këto kushtojnë, por ka dhe, do me thënë, dyqanet që janë hapur, si që është Oreal dhe toni, na japin mundësinë e produkteve dhe të kushtueshme, por dhe të përballueshme. Më kupton? Dhe këtë e gjejmë tek Oreal dhe toni, kemi produkte të pafundme për të trajtuar një qenush ose një mace. Cili është momenti më gazmor apo qesharak që mbani mend me Pumën? Momenti më gazmor ishte jo më larg se dje që më mori zvarr për një brend që kishte ardhur këtu dhe unë rrëzova të shkallët. E kupton tani ajo këtu ndihet si në shtëpi, po ta shikosh ç'a bën, duket vetë sikur është në shtëpi. A bëhet xhelos Puma kur afrohesh me njerëz të tjerë ose del? Ja, këtë nuk e ka. Domethënë Puma më mësoi mua të afrohem me njerëzit e tjerë. Këtë e bëri Puma. A mendon ti se njerëzit në Shqipëri, po ajsa ka filluar t'i duan kafshët edhe i kish trajtojnë si rasti fundit që ndodhi? Domethënë, rastet e fundit janë skizofreni dhe për këtë unë promoncohem dhe ofendoj, për sa i përket këtij rasti. Njerëzit kanë filluar t'i duan kafshët, por në këtë vend jetojnë akoma skizofrenët e nderuar dhe deri në momentin që vatra e infeksionit skizofrenëve nuk do zhduket, këto gjëra do ndodhin çdo ditë. Unë jam marrë me mbrojtjen e kafshëve individualisht, ka institucione që e bëjnë akoma këtë gjë dhe për këtë ndihem mirë, ama ka problematika të mëdha drejt dhunës për kafshët.